Albanian Psycho. Gzim Selmani, faleminderit shumë që je sonte me neve. Ju falenderoj juve, me mroma. Gzim, debutimi bare knuckle UFC fenomenal. Faleminderes. Kum pastu shtru shumë për të debutim, edhe shumë me sukses u shku. Sa është i vështirë me u marrë me këtë sport? Sa i vështirë, është ndryshe edhe. Boks pa dorza, nuk është veç boks, është edhe fighting, për çfarë ka emrin Bare Knuckle Fighting Championship, nuk është Bare Knuckle Boxing Championship. Sport e pastër, pa dorza, veç edhe ko rizikon e vetë edhe. Nuk mundesh më honë shumë grusa në fytyrë se ta ndalon doktorja, referi, pak ndryshe është veç ekstrem është, edhe sa ma ekstrem, sa ma mirë për mu. Sa ka qenë i vështirë kundërshtari parë Curtin? I vështirë, u konë boks profesional u konë, edhe ka di që ka bënë e ring. Feri ka posë shumë a shumë, po unë e di që ka më jone më bo, e di që kam gëtitjet shumë trona, edhe fonditës, flamurin, i kam krejt Shqipërinë, i kam përmas meje, edhe më jep shumë motivim, i kum di që kum e fitu me knockout. E ke bo njeri për spital? 4 herë nëse s'gaboj ra knockdown. Po, korrekt, 4 herë ra knockdown. Fonditës, kë është luft për mu. Sa ma shumë damage me jep, sa ma mirë. E pam që ke shumë i motivum kur ke hyrë në ring. Çka të motivon realisht para dueleve si ky? Motivimi për mu është që jam krenar, më konceptor, normal. Unë luftoj për flamurin tem, për historin tem, për familjen tem, e për krejt shqiptarin. Gjithë kom luftu ashtë, edhe në MMA gjithë kom luftu për flamurin kuqezi. E kë është motivimi jam, kërkësh në gjithë botë mundë më mënorë. A keni bisedu me konkurentin Curtin masi ka përfundu sfidat, ka uru? Mu më ka uru veç se kom pos njetë më folë shumë, edhe në kur kryen ndeshja, unë shkoj në shpe. Nuk ri atje më folë me këndështorën, edhe ajo hortë atje atë notës më fitu. Që ka posaj mundësi më mrej knockout i kish bo. Për që ta, për mu, kjo është luft. Të kemi pa në fotografi me legjendën e UFC-s Conor McGregor. Çka ishte lidhja realisht kur u kontaktuat si rodhje tëra? Ai është part owner, boss e BKFC-s. Para 4 muaj unë ka pas thirrë më orë në Angli, për më po një show në Manchester. Edhe i kom hyp aeroplanet, jena ullë, kena pos dorg, kena këqyr show, edhe unë ka vetë, a kam interes në këtë sport BKFC, Bare Knuckle. Edhe normal që kam interes, ekstrem është, stili jam, unë mënej, është për këtë sport. Nuk është veç për boksa, për MMA, është për këtë sport. Edhe i kom thonë që ma jep një kontrakt, kena ma arrit shumë bashk. Jo veç one, veç edhe BKFC. Normal që i kom kriju emrin në WWE, në Amerikë. Po. Edhe ata kam pos shef, normal më pos atje në shok. A jeni takuma si ka përfundu meqi? Ves ka mujt më hordë, veç unë ka pas thirë, unë ka oru, edhe unë ka oru në ndeshë, po edhe unë ka oru për intervistin që kom jep mas ndeshës që kom
Kom fol mirë me ata në Newcastle. Sa është e rëndësishme për ty dhe karrierën tënde me pas një mbështetje nga një njeri që është shumë i rëndësishëm në sportet luftarake, si Conor McGregor. Nuk është pak. Jo, nuk është pak. Normal më jep shumë motivim, po edhe ai din që ishe potencialin dhe potentialin mi edhe. Absolutisht po. Më i arrit shumë në këtë sport, pa dhe që jam mirë për biznes tina. Edhe që më me arrit emrin e BKFC-s në këtë në botën edhe, jam shqiptari e por që u kone WWE, këta 5 shqiptari e por që është në BKFC, edhe din që krejt shqiptarinë Shqipëria, Kosova, të tënat shqiptarë e këtë në botën unë përsilin edhe shumë krenar jem që besojnë në mu. Tash, cilat janë planet e tua në BKFC? Tash, kontraktën i kena për 3 ndeshje, më fitu të 3 ndeshjet, sa më shpejt inshallah më re për titlen. Unë e kam sytë në titlen, që tash në verës apet kena më re, edhe që shkëm krejt mas për mas planet për titlen kena më re, sa më shpejt. A janë caktu me datat kur janë meqet, a metet me caktu? Po metet me caktu. Okej, mas 3 meqeve, pra ty të hapet rruga për me luftu për titullin kampion. Korekt, po. Sa e ke pa tash konkurencën, sa është e vështirë në bare knuckle? I shtirë është. Shumë riskante është normal, se me dorë sa mundesh më mbrojt. Po. Këto nuk mundesh më mbrojt. Se gjithë e kine vend qeron, adin, për kry, më drogë. Sakt. Kjo është sene që është pak riskantve që na përbësojnëm që kena stilin të agresiv, pa frikë, edhe unë bësoj që stili jem në heavyweight, kërkë nuk mundet me nejt 5 runda me mu qutë. Sa të bën krenar fakti që je edhe këtu shqiptari i parë dhe i vetëm aktualisht në këtë sport? Shumë krenar jem që jem shqiptari i parë, normal. Përdu më arrit sa ma shumë, me kallzu edhe 8 shqiptarët që dojnë më arrit në këtë sport që krejt mundën më po, gjithë sport veç më pos disiplinë, edhe? Sa ke pas për krahje, qoftë para meqit, qoftë pas meqit, sa të kam uru ose sa të kam përkrah shqiptarët në përgjithësi? Shqiptarët gjithë kam përkrah, veç kur i kom pas kur jam kone WWE, shumë se to nuk e këqyrin WWE-n, adin? Po. Se nuk është real, funditin në show. Po. Edhe unë e kom dit ato, dhe që qëtash kur jam këthy, kur e kom caktu dotën edhe kur e kom kallzu ton fansat e mi që kom këthy në ring, për ma re, unë kam përshtot shumë edhe përkro shumë, edhe falenderej tonë shqiptore në tonë botën. Unë nuk kom nëll, zemrën i kam këta, zemrën i kam me juve, edhe tonë këndashtorat kom ishti me flejt. S'ko të që shqysh një bëj, krejt knockout kam e shku. Ka ideja për Albanian Psycho? Albanian Psycho, treneri jem në 2012 ma ka jep këtë emër. Pej 2012 e ki? Po, pej 2012-ës. Kjo emër është treneri e por që kom pos për MMA. Unë ka thonë ti, neri normal nuk je. Para se mi i në ring, te hukush, krejt 8 njeri bosh. Edhe nuk i tutësh kërkujna, s'ki frik, bona agresiv, po veç agresiv me menat. Alo e fokusum jem, e di që du më bo, e di për shka kom pos tërvitje, trening. A e tha, ti se Psycho je, edhe ashtu kriju emra Albanian Psycho. Ama dhe mas përfundimit meqit shumë agresiva, se ke qaj hype mas përfundimit meqit.
Po, fondite kë show është, edhe? Po. A ka folje edhe para meqit ky kundërshtari i parë Curtin? Nashta nuk ka fol shumë, edhe s'ka fol keq edhe diçka veç. Unë e di pse u horta atje për atë notë, edhe ajo hort për më mërej nokaut. Edhe ajo është boll për mu. Veç më akseptu ndeshën për më mërej mu, boll është për mu për më konë agresiv edhe me dola e Albanian Psycho. Po më intereson edhe një element. Përgatitjet për këto lloj garash, ç'është bëhen? A bëhen si në boks apo dallojnë? Dallojnë. Shumë ndryshe se veç boks është. Normal boksi është basics. Po. Edhe veç stërvitjet bëhen pak më ndryshe, shumë me livrit me baba and weave, me kry, se s'munësh me nejtë një vend, se me nejtë një vend, aj tjetër vjen edhe trok. Edhe na normali kena dhe treningat që nuk fole, është për më konë sa ma agresive, sa ma ngat kundështorit në ndeshja, amo kondicionin, trupin që të në roti është njësaj se boks, po. Me gjithatë ti me sportet luftarake ke fillu kogja më herët. E kemi pas moti një intervist para ndoshta më shumë se 10 vjetëve, e ke fillu me MMA. Po. Pse vendose më shkput prej MMA-t? Shumë të kanë lavdu në atë kohë edhe ke qenë potencial për me arrit shumë. Po, haloj e riju më kona, e kum posë 19 vjetë. Kja WWE kur u ardh, unë kam vetë a do më morë pjesë, unë nuk kom njoft, një shku në Amerikë, e kom provu me 4-5 muja dhe unë kam desht, kam thonë ki ma arrit shumë, e mas 6 mujve adin, se kom posë më njetë më këthy, thash e kom shti 6 muj këta, por i edhe 6 muj, mas 1 vjetë, më ka qitë në televizor, edhe tani adin, ka shumë trening ki bo, ka shumë ko ki shtinë të, edhe kom nejtë, po normal, për me kriju emër, shumë zërë është në MMA. Nashta ne a dy njerës në vjetë kryojnë emrat të madhë. E për mu kom akallaj me kriju emër në WWE globally, në të në botën. Edhe aty nuk është që nuk e pa sukses, ke arrit me dojnë kampion nëse s'ga bëj. Po, 2 herë jena kon kampion në NXT edhe në WWE Raw, edhe kena fitu the Dusty Rhodes World Cup Classics, veç 2 tag teams në botë kam fitu ato. Edhe, po, kom trenot, veç gjithë e kom posën men, më këthy apet në sport combat atë. Pa haloj riju më kon, edhe thash më boq ato 6-7 vjetë me nejtë këta, nuk është gojle e madhë. A e viziton Kosovën, a të merë malli për Kosovën, a vjen Kosovë? Po normal që jam janë malli, këthena në Kosovë, çdo vjetë provoj më shku ka një herë, më po familjen, se alo kam shumë familje në Kosovë, në Mitrovic, edhe vi, po qëta që kena vone plan më orë kësmet sa ma shpejt, për një jovë, me jepë dhe seminara, edhe më shku pak në media, edhe me qitë ftyrë në atje apet, se normal unë ka shumë rej për flamur ndryshe se KQZ. Edhe besoj që krejt shqiptorë të më pokrohen, edhe ashtu që jam kernarë që jam shqiptorë. Ju me familjen nga Mitrovica nëse s'gaboj, apo? Po, korekt, po. Okej, na të presim e gjithë qef në Kosovë. Faleminderes shumë. Ke knatësi shumë me diskutu, faleminderit shumë për që na njoftove për detajet, për suksesin e për gjithë shka që lidhet me Bare Knuckle Fighting Championship, një garë fantastike, edhe të rojmë shumë sukses tash në këto ndeshjet e radhës. Që më këne thirë, edhe besoj që shumë më shpejt, edhe faleminderes tonë shqiptorëve që më jepi motivim në karrierë. Herën tjetër të presim këtu në studio. 100%. Faleminderes. Faleminderit shumë.